që një mu se si pejgamberi Allahut u gradua si pejgamber fillimisht e pastaj u gradua me një shkallë më të lartë se pejgamberllëku. A di cila është shkalla më e lartë se pejgamberllëku? Shkalla më e lartë se pejgamberllëku është i dërguar i Allahut me qenë dhe mik i Allahut. Mik i Allahut ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, njihmu me çfarë është dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne mësojmë historinë dhe duhem ta mësojmë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta dimë që të rashtohet dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke ditë se si është nderu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij dhe pas vdekjes së tij. Ku Allahu azza wa jalla i qorton sahabët, meqenëse disa që erdhën prej shatrave dhe pranuan Islamin, e pastaj erdhën te dyrët e pejgamberit Allahut, te dera pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thërrishin ja Muhammed, Allahu zbrita jetën suratul Hujurat. Që dhe kuptoni se pse kjo sure quhet kaptina e edukatës. Se Allahu i ka dhënë edukat sahabëve, shokëve, pejgamberit Allah. Që transmeton Abdullah Mesudi që thot Allahu azza wa jalla ka shiquar të gjithë zemrat e krijesave. Allahu i ka shiquar të gjithë zemrat. Zemrat më të pastra kanë qenë zemrat e pejgamberit. E zemra më e pastër dhe më e qiltër e gjithë pejgamberëve ka qenë si jenë zemra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Para ta e ka bërë vull të pejgamberëve, ka përfundu pejgamberllëku. Se s'ka zemër më të mirë që vjen mas. Pastaj thot i ka shiqu zemrat sërish dhe i ka pasë zemrat më të qiltërta, më të pastërta, ka qenë zemrat e shokëve të pejgamberit Allahut, të cilët e kanë ndihmuar dhe kanë përkrahur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi Allahut ka ardhur me prejardhje më të mirë në shekullin më të mirë, në brezin më të mirë. Brezi më i mirë, gjenerata më e mirë, ka qenë gjenerata pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjenerata pejgamberit Allahut. Shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë njerëzit më të mirë që kanë shkelur në rrezullin toksor. Për këtë Ali ibn Abi Talib tha diskutoj shpinë në Medinë. Cili ka qenë më me vlerë te Allahu subhanahu wa taala? A ai që e pranoi Islamin pa pallatin e Firaunit, e mshente imanin e pastaj e publikoi, siç e dini që ka përmend Kur'an, apo Abu Bekri? A më dul Ebu Bekri? A dinim se Ebu Bekri? Se Ebu Bekri e shpalos të Islamin ndërsa ai e ka mshenjë për e u. Ebu Bekri pyet parën ditë, e ka shpalosur të. Ai nuk e interesu se cilët janë pasojat e publikimit të Islamit dhe përkrahjes pejgamberit Allahut. Kjo çështje nuk i ka interesu. Për këtë arsye thon te Abdullah Mesudi, para ata që e shohin musliman që është e mirë, që e shohin musliman që është e mirë, ajo është e mirë dhe te Allahu. Që e shohin musliman që është e keqe, ajo është e keqe te Allahu. Dhe tash në dalin të sa hoxhallar tash e quajtur bashkohor që thojnë po na me vludi për ata hoxhallar për shohin mirë dhe në musliman për shohin mirë dhe na kjo duhet me kon mirë. Jo vëllezër të ndershëm po. Abdullah Mesudi ka pas për qëllim sahabët. Çka e shohin sahabët diçka që është e mirë në fe, ajo është e mirë dhe te Allah. Përmendoj çfarë merit Allahu i ka dhënë sahabët. Për atë Allahu ka zbritur ajet. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ai që ndjek një rrugë, ai që kundërshton pejgamberin Allahut dhe nuk e ndjek rrugën e muslimanëve. Kanë ka pas për çfarë? Muslimanët e asaj zamanin. Muslimanët kur ka zbritur wahi, kush ka qenë përveç sahabëve? Pra ai i cili e lën rrugën e sahabëve, thot Allahu azza wa jalla e lëm që të ujë çështu. Ne po zhver. A më përfundimin e kanë xhenem Allahu na rrit. Për këtë arsye shokët e pejgamberit Allahut
ka qenë për krasit më të mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,